Duke u nisur nga protesta e djeshme, apo e konsumojnë protestat opozitën në vend që ta forcojnë politikisht, sidomos pas pjesëmarrjes së ulët në protestën e 8 majit? Po jo, protesta tani e kemi parë dhe vetje sa çdo ditë që kalon edhe çdo protestë zvoglohet dhe jo vetëm zvoglohet, po ajo po tregon fare mirë dhe fare qartë ata që nuk janë protestat të Partisë Demokratike këto, po janë të një grupi njerëzish të cilët tashme janë pozicionuar qartë në mbrojtjen individuale të Sali Berishës, por dhe të familjes tij, edhe ai këto protesta më shumë po i përdor thjesht dhe vetëm në shërbim të familjes vet dhe jo të Partisë Demokratike. E para njerë që partitë nuk bëjnë protesta. Partitë politike kanë parlamentin e tyre, atje është në thonjza protesta, atje i pasqyrojnë alternativat e veta, atje i shprehin shqetësimet e veta, atje i japin edhe mesazhet e veta se si duhet jetë qeverisja dhe si e mendojnë edhe vlerësojnë ata në rast se do vinë një ditë në pushtet, si do t'i bëjnë gjëra të ndryshe e tjera me radhë. Kjo e para, por nga ana tjetër edhe kur bëhen protesta, partitë politike kanë një numër të konsiderueshëm antarësh të tyre. Bie fjala vetëm Partia Demokratike me strukturat që ka kryetare, të zgjedhur, deputet e të tjera, ata bëhen rreth 40-50.000 të zgjedhur, lere me pastaja elektorati se dim sa është. Domethënë, me të vërtet morën 300.000, 310.000 vota më pak në zgjedhjet e majit të vitit 2025, po përsëri është shifre madhe ajo që kanë. Dhe të katandiset protesta në 300-400 veta, jo kuptohet, domethënë që ka marrë fund edhe nuk mund të quhen ato të një partie, por këto janë si thash të familjes Berishës edhe të atyre njerëzve që ai paguan faktikisht, edhe ishte me të vërtet, ishte e tmerrshme, edhe kërkon edhe një qëndrim të fortë juridik, penal nga ana e institucioneve ligjzbatuese të shtetit, posaçërisht prokurorisë, sepse rezultoi që aty grupi i zjarrit paguhet shtrenjtë që vjen. Domethënë ata vinë, paguhen për të kryer akte terroriste, paguhen për armbajtjet pa leje që bëjnë, sepse është armbajtje pa leje ajo që të prodhosh ti edhe bomba, edhe të shkuqojtro molotov, po që janë armë ato edhe të vrasin, domethënë këto armë, apo edhe të bësh akte terroriste, sepse është akt terrorist ai që ti mbasi paguhesh, mbasi përgatit dhe armët dhe veten protest i armatosur, i hedh ato në drejtim policisë shtetit, domethënë me qëllim që në mos t'i vrasësh, t'i plagosësh, si që ke plagosur disa herë edhe disa policë me radhë. Kështu që këto janë të dënueshme faktikisht, janë akte me të vërtet penale të rënda, aq më shumë kur vetë ai që i organizon këto dhe që i paguan këta njerëz që i vinë në protesta thotë që kjo është një kryengritje, thotë, paqësore. Po s'ka kryengritje paqësore, kryengritjet janë të armatosura, se edhe koncepti i ligjit ky është. Në 221 i kodit penal, po the fjalën kryengritje dhe kjo është realisht kryengritje, kur ti organizon një grup njerëzish i armatos ata edhe sulmon me ta institucionet e shtetit dhe sulmon policinë e shtetit, atëherë kjo është vepër e rëndë penale dhe dënohet deri me burgim përjetshëm. Kështu që po. Apo e dëmton mungesa e garës së brendshme dhe figurave të reja Partinë Demokratike? Po problemi është edhe këto protesta që po i bën, jo do shikoni shumë shpejt që sa të zgjidhet në 23 maj Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, ai do t'i leri pastaj protestat. Dhe një ndër arsyet që ai i bën këto protesta është për të thënë që në këtë vend nuk ka opozitë tjetër përveç se meje. Edhe unë e përfaqësoj opozitën. Edhe ja pse s'ngrihet dikush tjetër thotë bëj protesta, po vetëm ngrihem unë.
edhe përjedhoj, pse s'ngrini ju të tjerë, domethënë po i njerëzit, po i ngre vetëm unë. Kaq pak sa ja do, po domethënë i ngre unë, nuk ngrini ju të tjerët. Edhe këtë do ai deri në 23 maj, pastaj do t'i shuaj ai ato, siç i ka shuar edhe herë tjera, domethënë. Këto ashtu quajtura protesta, se edhe njerëzit domethënë jo vetëm u lodhën, por edhe ky vetë po harxhon shumë atje jashtëzakonshme dhe ky me të vërtet vjet shumë. Me të vërtet është kusari më i madh i kombit shqiptar, që s'ka lënë gjë pa çvatur dhe vazhdon me korrupsionin e lartë shtetëror që ka bërë dhe vazhdon të bëj, ka para të jashtëzakonshme, po edhe ka harxuar shumë, se vetëm Laçivitës ai dha thot 6 milion, po faktikisht kanë vajtur 60 milion tek ai, plus pastaj edhe harxhime tjera, domethënë që bën edhe për këto protestat, edhe shpenzime tjera që bën për lobime të ndryshme që s'po lën vend të botës bashkuar, domethënë të botës në Europë bashkuar me qëllim që të tanxi Shqipërinë edhe reformat e këtij vendi edhe futje në Bashkimin Evropian të Shqipërisë, kur gjithë bota thotë që keni plotësuar kushtet, Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës, presidenti i Parlamentit Evropian e tjerë, flasin edhe thonë që Shqipëria i ka plotësuar të gjitha kriteret dhe tashmë e ka vendin bashkë me 27 antarët e tjerë për të pranuar, dhe Berisha në asnjë mënyrë thotë dhe po harxhon lekë të dynjas, nuk po lë vend pa lobuar e pa harxhuar ato lekë e korrupsionit, që Shqipëria mos pranohet në Bashkimin Evropian, kështu që ato një ditë edhe shterojnë. Dhe ky tani, domethënë, në këtë kuadër nuk mund të flitet për garë në Partinë Demokratike, nuk lejon ai garë aty. Ajo është partia e Saliut, e tillë e shkrijuar, që kur u themelua kjo parti. Me të vërtetë ishte një grup atëre kur se ju jeni re, po unë jam dëshmitar okular i asaj kohe, edhe u formua ajo parti në një grup nismëtar intelektual që ishin me zë disa intelektual prej tyre, edhe kishin në krye tati grupi Azemajdari. Po Saliu Armbeu nuk lejoj ai aty, as Gramos Pashko nuk e lejoj, nuk lejoj Azemin jo, nuk lejoj Aleksandr Meksin, jo, dhe figura tjera, dhe madje e mori partin, po dhe kur u bë presidenti i Republikës, edhe domethënë ishte në konflikt interesi, duhet ja jepte dikujt partinë ja dha Eduard Selamit, sa ikuna presidenti i vendit, Eduard Selamin ai nuk e qasi as të vinte, domethënë si delegat i thjesht në Kongres, po vuri njerëz të roje në hyrje të asaj të sallës Kongresit, edhe nuk e qasën as antar fare, domethënë ai nuk mori pjesë në Kongres. Kështu që ky njeri nuk lejon garë ky, edhe më kot luftojnë ta tjerët që të futen. Do t'u agjeja i Kleçka që t'jetë i vetëm trim në luftë për ta marrë atë parti. Dhe kjo e ka dëmtuar jashtëzakonisht rënd Partinë Demokratike. Kjo e thuajse e ka bërë ineksistente Partinë Demokratike. Kjo parti duhet të riorganizuar, edhe riorganizimi i saj nuk mund të bëhet me Saliu, nuk bëhet me këta bandit që i mban rreth e rrotull Saliu. O duhet diçka e re, ose vetëm duhet ndodhin ai qamet i madh që domethënë të mos ekzistojë me Saliu ta marrë Perëndia, që mund të bëhet me ajo parti. E qartë. Çfarë duhet më shumë opozitës për të sfiduar qeverinë Rama? Protesta apo një program konkret? Dhe apo përfiton Rama nga dobësitë e saj? Problemi është që ky vend faktikisht po bëhet i mallkuar tashmë në kuptimin e vërtet fjalës, sepse me të vërtet qeverisja është e përgjegjshme dhe duam neve që ta themi një gjë të tillë, domethënë jemi detyruar ta themi sepse nuk është qeverisja që mund shikohet vetëm nga këndvështrime të caktuara, po duhet parë në të gjitha llojet e këndvështrimeve, edhe duhet parë rezultatet konkrete. Dhe fakti që ne jemi të monitoruar 100% nga Bashkimi Evropian, jemi të monitoruar 100% nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, se kanë interesat të mëdha të jashtëzakonshme kombëtare këtu, vetë domethënë këto dy forca të mëdha botërore, superfuqia Amerika dhe Bashkimi Evropian, edhe e shikojnë se si punon qeverisja, çfarë rezultate ka e tjera. Kjo nuk do të thotë se s'ka të meta, nuk ka dobësi, nuk ka
krime, nuk ka korrupsion e tjera. Këto fenomene ekzistojnë, problemi është i lufton kundër tyre, edhe çfarë arritje ke kundër tyre, edhe çfarë rezultate ke në të gjitha fushat e jetës vendit e tjera me radhë. Kështu që në këtë aspekt, qeverisja është e suksesshme derisa ne i hapëm të gjitha kapitujt dhe tashmë po fillojmë mbylljen e tyre për të pranuar Bashkimin Evropian dhe që jemi drejt realizimit të objektivit që në 2030 në Shqipëri të jetë anëtare e Bashkimit Evropian. Pra, qeverisja është në pozicionin e vet, po puna është që kjo qeverisje mund të ishte më e përsosur, kjo qeverisje mund të kishte rezultate shumë herë më të mira, kjo qeverisje mund të ishte shumë herë më e përgjegjshme, në rast se do kishim një opozit alternativ që ta marrë nesër pushtetin me gjëra shumë herë më të mira, edhe më progresiste, edhe më rezultative se sa kjo qeverisja e sotme. Mirë po, ne nuk kemi opozit. Saliu e vrau opozitën në Shqipëri. Edhe duke qenë që e vrau opozitën në Shqipëri, duam ta pranojmë në një farë mënyrë, po vritet edhe vetë qeverisja, se nuk ka kontroll qeverisja. Nuk ka kush ta mbajë në tension, kush ta mbajë në zinxhir, kush ta mbajë në kritika të vazhdueshme edhe në afrime alternativash nga ato që ta trondisin qeverisjen kur t'i afron alternativa shumë më të mira, shumë më progresiste. Dhe përjedhoj qeverisja bën qef, domethënë. Lere thot, sa t'jetë Saliu andej, ne gjithmonë i marrim, i fitoj mandatet edhe me më pak, domethënë, mundime punë, edhe let plasja i thot, po në pushtet s'vjen kur, edhe të gjithë din që në pushtet nuk mund vi ai kur. Dikush thot nuk mund vi në pushtet se është 82 vjeç. Nuk është problemi 82 vjetëve, por këtë problemi është i akteve barbare që ai ka bërë gjatë gjithë jetës tij politike në këto 30 ca vjet, se ka bërë krime makabre Saliu në këtë vend dhe bota i di fare mirë këto, jo pa qëllim Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Britania e Madhe ka shpallur në ngrata familjarisht, jo vetëm atë, individualisht, dhe një njeri në familjarisht, në ngrata, nuk mund vi kurrë kurrës në pushtet. Kështu që duhet hapur rruga edhe duhet gjetur mjete, mënyra, forma, duhet të dalin pi të Shqipërisë intelektual, të zot, të djathtës reale shqiptare që të marrin në dorë situatën dhe t'i japin vendit e t'i japin kombit shqiptar opozit. Si duhen interpretuar pretendimet e Metës dhe Kryemadhit për intimidim gjatë seancës së sotme në kontekstin e procesit gjyqësor? Kapitulli Meta Kryemadhi për Shqipërinë dhe për shqiptarët, por edhe sipas kodeve penale të Shqipërisë dhe të procedurës penale është vëse i mbyllur. Janë të korruptuar, kanë bërë korrupsion të lartë shtetëror, kanë vënë pasurinë mbi gjakun dhe djersën e shqiptarëve, kanë vënë dorë në buxhetin e shtetit, kanë bërë pastrim të parave që rrjedhin nga krimi, siç është kusaria që ata kanë bërë, dhe përjedhoj ata quajnë intimidim zbatimin e ligjit, po ligji do zbatohet për ta. Kuptohet, në këtë vend ndodhin çuditëra, ne jemi ende një vend i dobët, domethënë nga pikpamja juridike, nuk jemi ende një shtet i fuqishëm ligjor ku ligji të sundoj. Ende nuk i kemi as gjykatat, as prokurorit në lartësinë e ligjeve që kemi, se kodet nuk i kemi të këqija, kodet thuajse të marra nga vendet e Bashkimit Evropian i kemi dhe i kemi përshtatur, dhe ato qytetëruse edhe të mira janë, por këtu problemi është në zbatimin e tyre. Në zbatimin e tyre ne kemi defekte serioze. Dhe nga ana tjetër jo vetëm defekte serioze, por këto organet tona janë aq të dobta sa nuk dinë dhe ta përpunojnë në një mënyrë të tillë opinionin publik shqiptar, që të bëhet kraj gjykatave, kraj prokurorive, kraj kodit penal, kraj kodit procedurës penale, pra në mbështetje të shtetit ligjor, sepse kjo është e mira e të gjithë ne, popullit shqiptar, kurse ne lozim rolin e indiferentit. Ka më turp në këtë vend që një e korruptuar, siç është Monika Kryemadhi, e mbytur në krimin e korrupsionit, s'ka lënë gjë pa vjedhur e pa grabitur në këtë vend.
sa dhe komplet pastaja ato vjedhje i pasqyroi dhe në trupin e saj se u bë një Monik tjetër me gjithë ato operacione që bëri dhe me gjithë ato që u transformua 100% s'la pjesë trupit edhe njëherë e përsëris pa ndërhyrë me lekë të shqiptarëve dhe kur vjen problemi ajo del edhe bën analiste në një emision nga më të parat në Shqipëri, domethënë më të shikueshmet në Shqipëri. Edhe njerëzit na thënë do u bëj moral Monika. Ka turp më të madh për këtë vend, ka fyerje më të madhe kombëtare, ka fyerje më të madhe që u bët intelektualëve të këtij vendi, abdetarëve të këtij vendi. S'ka ku të bëjmë më. Mirë po ne këto defekte thuaj se i kemi dhe gradualisht, domethënë duke u futur në Bashkimin Evropian, ne do ta marrim rrugën e Zotit, siç thot populli, dhe këta element kriminal që duan të abuzojnë ende edhe e quajnë intimidim zbatimin e ligjit, të marrin dëshkimin e dur. Atëherë duke u nisur nga seanca gjyqësore e Kryebashkiakut të Tiranës, Velia, është normale që figura publike si Robert Ndrenika apo Ariola Demiri të shfaqin mbështetje në sallën e gjyqit për një politikan? Jo, unë nuk duhet ngatëruar gjërat në çfarë aspekt? Në aspektin e njerëzillekut, në aspektin e qytetarisë njerëzore. Sidomos kur kemi të bëjmë me personalitete të tilla që dinë çfarë bëjnë. Erion Velia akuzohet nga ana e SPAK-ut për disa vepra penale dhe çështja atje është në gjykim. Dhe atje në gjykim ende nuk ka kaluar çështja, domethënë që na gjyqtari i seancës parapraket kaloi në gjykimin e themelit të çështjes. Dhe gjithmonë elementë të tillë prezumohen të pafajshëm, derisa t'u vërtetohet fajësia me një vendim gjyqësor të formës prerë. Dhe në situata të tilla, kur dikush, një qytetar, edhe unë, jam avokat, në rast se nuk më mbushet mendja që organi akuzës bie fjala, ka tendencë në një çështje, edhe atë tendencë e shfaq hapur dhe unë e shikoj që duket hapur ajo, asnjë gjë të keqe nuk ka që ta mbështes atë që është marrë në përgjegjësi penale, edhe që pa drejtësisht domethënë ai rëndohet me diçka. Kuptohet, unë nuk i jap dot pafajësinë atij, por asnjë gjë të keqe nuk ka, në rast se unë tregoj njerëzillekun tim dhe ti them për mua ti je i pastër, nuk e bën gjë. Ne ke bërë gjë, aty ku je ulur, do vërtetohet, do të jepet vendimi gjyqësor në formës prerë. Kur të më jepet vendimi i dënimit, atëherë dhe unë do të distancohem si gjithë të tjerët. Por në rastin konkret të këtyre dy figurave që përmendet, bie fjala Robert Ndrenika, e para njerë që diç bën edhe ai e ka shpjeguar pse e ka bërë një gjë të tillë. Dhe unë e justifikoj plotësisht edhe them që është në drejtën e tij për ta bërë një gjë të tillë. Sepse konstaton që gjykata kushtetuese e quan antiligjore, antikushtetuese shkarkimin e Erion Velis, edhe merr një vendim për këtë protia. Dhe e dyta, shikon që prokurori i çështjes nuk duhet të ishte prokurori i çështjes, se ka defekte serioze dhe emrimi i tij është absolutisht i pavlefshëm. Nuk emërohet prokuror një noter, e thot ligji. Ky është emëruar me miqësi e që ka të prokurores përgjithshme të kohës atëre, apo dhe që ka mbyllur sytë edhe presidenti i Republikës dhe nuk e ka ndaluar këtë fenomen. Nga ana tjetër, kur shikon që pikërisht ky prokuror që heton Kryebashkiakun, ky ka marrë leje ndërtimi dhe do lejen e dytë ndërtimit nga Kryebashkiaku. Në situata të tilla, një shtet serioz, një SPAK serioz, nuk e lejon që të përgojohet prokurori, po e tërheqi, thot zotëri, derisa ke kërkuar leje ndërtimi atje, e derisa të nga refuzuar, e derisa ke një lloj konflikti interesi, lere se kemi prokuror tjerë ta hetojnë çështje, nuk duhet ti se ti, si do që ta hetosh, do të lindin problemet të kësaj natyre, si po lindin sot, dhe kjo i bën njerëzit pasaj që nuk besojnë që ka, domethënë akuza, ka të drejtë ndaj Erion Velis apo nuk kanë drejtë. E qartë. Kështu që duhet t'i mbajmë parasysh edhe këto gjëra. Edhe në këtë aspekt, mos e marrim Robert Ndrenikën se si jurist. Ai është një artist i madh, një aktor i madh, por edhe një njeri i madh
dhe respekti i popullit shqiptar ndaj tij ka qenë dhe do të mbetet edhe kur bën të tilla, domethënë, akte e rrisin atë, nuk e zvogëlojnë. E qartë. Çfarë pritet të zbulojnë dëshmitarët e ish klubit Partizani në seancën e sotme? Problemi është që nga çdo lloj pikpamje korrupsioni në në klubin Partizani është evidentuar qartë dhe ne kemi lexuar, ky është në fillim kur u mor masa e sigurimit ndaj Sali Berishës dhe Jamarbër Maltezit, i kemi lexuar çfarë prova shafroi Spaku për gjykatën që t'u jepej atyre masa e sigurimit, njëri detyrim paraqitje dhe që u kthye më pas pastaj në arrest shtëpie dhe tjetri arrest në burg, po më pas ju kthye në arrest shtëpie dhe pastaj dhe detyrim paraqitje. Pra, që atëre kemi parë që ishte një çështje e provuar, por gjyqi është gjyq. Tani ato prova që ka marrë organi akuzës do të illustrojnë gjykimin. Korrupsioni aty është i dukshëm. Një pasuri kombëtare e shqiptarëve në shpërdorim të hapur të detyrës, në konflikt të hapur interesi, kryeministri, ish kryeministri i vendit, ja jep vajzës tij, ja jep dhëndrit tij. Dhe nga ana tjetër, jo vetëm i jep truallin në një kohë që ai truall ish pasuri e shtetit shqiptar, sepse familja Begeja i kishte marrë lekët e truallit nga italianët ky shkon e pushtimit fashist Italisë, kur Italia do ta bënte aeroport aty, domethënë atë bëri aerodromin edhe i dem shpërbleu se nuk mund të merrte ajo pasuri në rast se nuk e blinte dhe ta kishte të vetin, nuk ndërtonte institucione të tilla ose ambiente të tilla siç ndërtoi në atë kohë. Pra, në këtë pikpamje, jo vetëm ju vodhi shqiptarëve tokën e vet, truallin e vet, por nga ana tjetër u vodhi edhe pasurinë tjetër, gjithë ato godina që ishin aty. Vlera atyre ishte rreth 500 milion euro. Ai, pra ja marr për Maltezit, ju dhon me një shifër qesharake, as 20, domethënë 20 e ca milion të reja lekësh, më fal, 200 milion të reja lekësh, edhe na këto 200 milion që duhet ja paguante shtetit shqiptar, edhe këtë qesharaken, 1/200 e vlerës reale, nuk e pagoj, edhe atë zero pagesë. Që në këtë aspekt, ta dëshmitar këto gjëra do të konfirmojnë, i kanë dhënë shpjegimet në SPAK, janë deklaratat e tyre me shkrim në dosje që është paraqitur gjyqtarëve, i kanë me shkrim me firme me të tyre gjykata, tani do t'i dëgjojnë një herë aty, u qëndrojnë atyre thënieve, edhe kaq është e gjithë ajo histori. A mund të ndryshojnë dëshmitë e reja rrjedhjen e çështjes për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe peshën e akuzave në këtë dosje? Jo, nuk kanë çfarë të ndryshoj, sepse u thash, domethënë është një dosje e mirë kopsitur në çdo pikpamje të provuarit, edhe nuk është me fjalë goje, se çfarë do thot njëri e çfarë do thot tjetri, po është mbi bazën e akteve zyrtare siç janë letrat, pra aktet zyrtare janë ato që flasin, dhe mbi këtë bazë nuk do ketë ndonjë absolutisht asnjë lloj surprize. Dikush mund të thotë që mund të bëjnë gjykata mund të bëjë surprizë, se nuk është gjykatë e krimit organizuar dhe kundër korrupsionit, po është gjykata e Argita Berishës, në këtë vend çdo gjë ndodh. Ajo Argita Berisha, shefe kuadrit ka qenë këtyre gjyqtarëve, ajo i emëronte, ajo i transferonte, ajo i ngrinte në detyrë, domethënë edhe i bënte kryetar, nën kryetar, gjyqtar në një rreth të tjetri e tjera me radhë. Kështu që ata detyrime ndaj drejtores kuadrit kanë, por ma merr mendje që kur vjen problemi në situata të tilla, çdo kush pastaj ruan kokën e vet, sepse askush nuk do vej në burg për ja marrë për Maltezin apo për Argita Berishën apo për Sali Berishën.
Atëherë një pyetje të fundit për ta përmbyllur. Ngjarja në Kurbin ku dhunua 2 ditë më parë në mënyrë brutale një ish zyrtar i Partisë Demokratike, të cilit i kanë prerë veshin dhe i kanë thyer 2 këmbët. A e shikoni si një mesazh apo si një krim? Është krim shumë i shëmtuar, që kërkon një hetim tepër serioz, është vepër, domethënë një vepër tepër e rrezikshme, edhe e dhimbshme, do thoshja unë, ka të bëj edhe me ata që ne e kemi rrethanën më të rënduse, edhe në kodin penal, hakmarrjen, pra për çdo lloj motivi që është bërë, është një hakmarrje primitive që do marrin dëshkimin e duhur dhe nuk duhet politizuar them, sepse nuk e di motivet se si do jenë, për çfarë arsye tjera me radhë, mas edhe nuk lidhet me detyrën si kryetar apo si antar i Partisë Demokratike, por aq më keq në rast se do të lidhet me këtë detyrë, se kjo do të jetë shumë herë më e rëndë pastaj pozita e atij që ka bërë një vepër të tillë penale, por edhe sikur s'ka lidhje fare me këtë, një person që kryen një vepër të tillë penale, motivi edhe mënyra se si e kanë kryer është me të vërtet e rëndë, edhe kërkon dhe do ta marrin dëshkimin e duhur.